Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, kudo që ndodheni dhe jeni duke na përcjellur në këto momente. Erdhi takimi ynë i së martës në një intervistë radhës ku do të flasim për aktualitetin politik në vend. Legjislatura e tretë radhazi e ka kryer mandatin e saj, në fakt pa e përmbyllur apatin e rregullt kushtetues. Jemi pra drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sonde e kam të ftuar njërin nga politikanët më ndikim në vend, nënkryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës, nënkryetaren në detyrë tashmë i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me mua është Xhavit Aliti. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirë gjatë. Ka dhe pak kohë deri në formalizimin e koalicioneve eventuale, tashmë disa veç dihet, ato që janë bërë dhe traditë zgjedhjet më hershme, ku partitë e mëdha marrin disa aleat më të vegjël, të cilët sigurisht u premtojnë disa pozita, qoftë në listën e kandidatë për deputet, pastaj ministrore të tjera. Mund të presim në këto orë që kanë mbetur ndonjë befasi, apo si është qëndrimi PDK-s? Që është e vërtet, ne kemi një grup të ngarkuar për bisedime në krye të cilit është kryetari i partisë, dhe kemi arritur që të bëjmë një koalicion me partitë vogla, të quajmë, që i kemi pas në legjislaturën e kaluar një pjesë kanë qenë koalicion me neve, ndonjë ka hyrë për herë të parë, dhe po negociojmë edhe me partitë tjera, të cilat akoma nuk e kanë deklaruar veten se a do të hyjnë në koalicion para zgjedhor, apo presin në rezultatet e veta dhe për ta pas pjacën më të lartë në koalicionet që lidhen pas zgjedhore. Sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës, ne kemi biseduar me të gjithë. Realisht, ne se kemi shpall askënd anëmik të Partisë Demokratike të Kosovës, por si parti e djathtë e deklaruar, ne kemi pas një aleancë, do ta quaja, elektorale me Lidhjen Demokratike të Kosovës, një koalicion të cilin dihet që u prish, u ndam si koalicion, dhe tani të dyja partitë e mëdha që quhen Kosovë janë në negociata me partitë të ndryshme dhe në një farë mënyrë po përpiqen që këto momentet e fundit të shfrytëzojnë që të kenë në grupin e koalicionit të tyre një shtesë më të madhe. Dhe gjahu i fundit, në fakt, është akëraja Bexhet Pacollit, nga do të shkojë sipas jush ish presidenti për pak kohë Pacolli, ish aleati juaj në fakt në qeverisje për një kohë. Realisht Pacolli ka qenë edhe aleat dhe me kyni kështu i përditshëm, se kemi takuar shpesh dhe edhe kur nuk ka qenë në parlament, ka qenë i mirëpritun, edhe në shoqëni, edhe në biseda politike. Tani ai ka partinë e vet, unë s'do të sugjeroja, sepse edhe ai s'do të më dëgjonte mua. Ne kemi pas dëshirë dhe kemi dëshirë që Pacolli të jetë pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës. Nuk e di, është thonë njerë që po shkon me vetëvendosjen, herën tjetër po shkon me LDK-n. Edhe me AK-n, bilega në intervisti. Edhe me AK-n, tani është afati deri në ora 24, po shpresoj që nëse nuk e ka vënë në një qendrim publik, ai duhet të përcaktohet dhe duhet të deklaroj veten, do të metet si parti, apo do të shkojnë në koalicion me dikim. Ai është punë e tij. Nëse votat mund të sillen aty siç kanë qenë më herët, apo ku edhe sondazhet deri diku marrin një farë perceptimi të elektoratit se nga voton, i bie që LDK-ja në një koalicion me AKR-n mund ta balancojë PDK-n dhe është pikë pyetje se kush del i parë në zgjedhje apo jo. Tani, po, në qoftë se i llogarisim numerikisht votat që kanë qenë në zgjedhjet e kaluara, zoti Pacolli ka pasi numër të konsiderueshëm të votave, edhe pse se ka arrit pragun zgjedhor me kalu. Kështu që unë po besoj që
mundësia ti ka qenë edhe të shtoj tani elektorat ose varet se si konsideron elektorati atë si parti dhe si individ. Ne kemi pas dëshirë thash që dhe duat të them edhe kemi dëshirë që të vi në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Sidoqoftë lufta është ballë për ballë, do të thotë lufta elektorale, por jo luftë elektorale armiqësore që të merr për masat e pa parashikuara. Tani Partia Demokratike e Kosovës realisht pret një fitore edhe pa ndonjë koalicion të madh, për faktin se jemi partia më e madhe, kemi një autoritet të konsiderueshëm dhe kemi një leadership mjaft të fuqishëm. Po besoj që edhe fushatën dhe programin elektoral do ta kemi në përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës, në përputhje me interesat e gjithëve që dëshojnë zhvillimin e Kosovës dhe integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike, dhe jo vetëm me fjalë, por po besoj që do të argumentohen me fakte dhe me afate të caktuara gjitha kërkesat që janë në raport me qeveritë e ardhshme të qytetarëve. Për të komentuar manovrat e fundit politike që po bëhen, ju dini LDK përveç të tjerave aderuan ish aleat janë fakte e Pacollit, partia më e re që është Kosova Alternativa, e Mimoza Kusarët dhe Ilir Dedës, Ilir Deda bashkëparlamentar, kolegi juaj në kuvend. Si e komenton të? Unë nuk e di, nuk kam ndonjë shembull të ngjashëm në skenën politike, të paktën këtu në Evropë, këmbim politikansh, treg politikansh, dhe po më gjanë nga njëherë me këto ekipet e futbollit që garojnë kush cilin lojtar ta merë të luj për ekipin e tij. Por si do qoftë në tregun politik ka lojtar të ligës së parë, ka lojtar të reprezentacionit, ligës 2, të ligës 3, të gjithë duan të bëhen antar të reprezentacionit dhe tregu është i hapur. Dhe sa mjaftojnë se është zyrtarizuar LDK në paktën në webin e RTK-s, kjo është lajmi. Është vullneti i tyre, është pra Pacolli e Kusari bashkohen listën e LDK-s. Interesant si zhvillim. Ata është interesant, njerëzit edhe pse prishen ndonjëherë mund të pajtohen, nuk do të thonë se janë prish njëherë. S'ka kurrë, s'ka më vijat kushte. Jo, unë mendoj që në qoftë se ka funksionuar në 2 ose 3 legislatura, koalicioni PDK-LDK, dhe kjo ka ndikuar shumë pozitivisht në rënien e tensioneve në Kosovë në raportet e krave që dihet politik të subjekteve, atëherë edhe këto zonkat e vogla në mes të familjes ose jashtë familjes mund të rregullohen pa ndonjë problem. Unë dëshoj që t'ju them që si Parti Demokratike do të jemi të angazhuar që të kemi një fushat qetë, një fushat e cila përplaset me programe dhe me ide për zhvillimin e Kosovës, për të ardhmen e Kosovës, dhe jo me sharje dhe me fyrje, siç ndonjëherë krijohet përshtypje se duhet ashtu ta bëjmë. Tani kemi situata dhe do të kemi sfida të mëdha gjatë kësaj legjislature që vjen, dhe po besoj që kushdo që të jetë në qeveri, përballja me sfidat që i kemi, duhet të jetë në krye të detyrës dhe duhet të jetë në balë të detyrave që na presin dhe duhet të jemi në gjendje që t'i përballojmë. Sigurisht, do dalim të ato sfidat që janë në tavolinë, që ju presin, në fakt janë të njëjtat, pas zgjidhura temat kryesore për sa ishte në pushtet kjo qeveri që... Unë mendoj që sfida kryesore është zhvillimi ekonomik i Kosovës, arsimi,
rregullimi, niveli arsimit më i lartë, shëndetësia, infrastruktura dhe punësimi i njerëzve. Këto tjerat, liberalizimi i vizave, janë projekt për cilin kemi punu në vazhdimësi dhe po vazhdojmë angazhimet tona. Çështja që thatë ju, që çështjet që janë në tavolinë, ato nuk hiqen nga tavolina, edhe pse mund të ketë përpjekje me ndryshu qasjen ndaj atyre që janë në tavolinë. Unë po besoj që ato kanë qenë marrëveshje ndërshtetnore dhe obligime që i ka Kosova, obligime ndërkombëtare, do ta quaja. Dhe për atë është ngritur edhe Evropa dhe Amerika në këmbë, do të thoja, por na janë drejtuar me kërkesën decisive që ju duhet t'i miratoni këto. Kështu që do t'jetë e vështirë, varet se kush do t'i fitoj zgjedhjet dhe si do të ndahen rolet edhe të partive politike, sa do t'a kuptojnë të drejt, edhe opozita që metet, detyrimet që kemi ndaj bashkisë ndërkombëtare. Kur them këtë, unë po besoj që në Kosova ka nevojë të madhe që ta bëjnë ndryshime në kushtetut, saj përket disa çështjeve të cilat e blokojnë, i blokojnë organi ligjvendës, sepse ne kemi çuditërisht në kushtetut të përcaktuar që marrëveshjet ndërkombëtare miratohen me 2/3, do të thonë edhe një kredi e cila është e butë, e cila është në interes të komunitetit. Ju s'keni bërë shpesh quorumin në kuvend? Ne duhet me miratu në kuvend me 2/3. Do thotë, unë besoj që duhet përcaktu disa marrëveshje që mund të kalohen me 2/3, marrëveshje të cilës natyrë mund të jenë, dhe të tjera duhet të jenë me shumicën e deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Kjo për disa arsye. Arsyeja parë është se nuk krijon blokadë në parlament sa i përket kësaj çështje, dhe arsyeja dytë është se qeveria, cila do qoftë ajo, miratohet me shumicën e votave, dhe kjo shumicë duhet me qenë gjendje me marrë vendime, duhet me qenë gjendje që parlamenti t'i hapë rrugë qeverisjes. Çështjet e tjera pastaj ka mjaft që do të duhej që të rregullohen, por shohim hap pas hap. Sigurisht. Nisma, një fraksion që doli nga PDK-ja, ndërmori një mocion që i mori pastaj votat e PDK, sepse ju su morët vesh me LDK-n që të shkonin zgjedhje në mënyrë një marrëveshje, ashtu siç bëhet marrëveshje për qeverinë, por tani rivali juaj në luftën për kryeministër, për të marrë qeverinë, nuk është Mejsa Mustafa, është Ministri Financave në shkuarje, pra Abdullah Hoti. Si e komentoni këtë lëvizje të LDK-s? Unë nuk du të ndalem në raportet e tyre të brendshme, por unë e di që Abdullah Hoti ka qenë Ministri i Financave dhe shefe ka pasi Sa Mustafën. Që vonë ka hederuar në LDK? Kryesia e Lidhjes Demokratike ka vendosur dhe unë nuk mund të paragjykoj se si do të funksionoj ose sa do të ketë mbështetje zoti Hoti, por e vërteta është publike, do të thoja që edhe brenda LDK-s ka pas kundërshtime për zotin Hoti, ka pas pretendime edhe nga kandidatë të tjerë, sipas dhënave që unë kam, ata janë përcaktuar. Tani një pjesë e opozitës ka qenë armiqësuar me zotin Mustafa për shkak në fillim për shkak të Vlanit, pastaj dështimit të Vlanit, pastaj ishin justifikimet e tjera qoftë për demarkacionin, qoftë për asociacionin dhe çështjet që i dim të gjithë. Ai dha dorëheqje, është akt moral i tij dhe është e rrallë kjo që ndodh ose ka ndodhur në politikën e Kosovës, është një rast, do të thoya, që ka dhënë dikush dorëheqje, të tjerët ose janë shkarku ose s'di.
Tani të shojmë se çfarë mbështetje do të ketë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, të shojmë se cili do të jetë koalicioni dhe ndoshta mund të ndryshojë edhe kandidati për kryeministër, sepse nuk do të thonë pse deklarojmë sot kandidati është fushat, kandidatin për kryeministër mund ta ndryshojmë edhe nesër. Mu nuk më bën përshtypje, po shpresoj që ai do të jetë në valë të fushatës bashkë me ISën dhe të shohim se si do ta konceptojnë fushatën. Sepse Mustafa Mberet lideri i LDK-s. Ne, me qenë se jemi në kundërshtar njëri me tjetrin në fushatë, do të kemi argumentet tona pse kemi prish koalicionin ose pse kemi mbështet mocionin dhe do të kemi programin ton me të cilin do të konkurrojmë. Ata kanë të vetin dhe po shpresoj që do të jenë të dyja palë të arsyeshme në fushatën që po vjen. E përmendet se ndër gjërat kryesore, sipas jush të paktën, është çështja e ekonomisë që do duhet teste përpara, ju dini ekonomia, edhe pse qeveria ndërheqje vazhdimisht ka thënë se Kosova ka rritjen më të madhe në rajon, me përqindje që i afrohet 4%. Por realiteti është ky që ne dim dhe e shohim një papunësi që edhe shifrat zyrtare tregojnë se shkon te 30%, që varfëria e madhe, paga mesatare e vogël e tjera për njerëzit që përballen me vështirësi të shumta ekonomike dhe sociale. Nëse i kthehemi, sepse votuesit ju nesër do shkoni do kërkoni votën, PDK-ja dhe LDK-ja kishin premtuar premtime të bujshme, në fakt PDK-ja me mision e ri 200.000 vende pune, LDK-ja 120.000 vende pune, mos gaboj. Dhe pastaj të dyja jemi në qeveri, po sigurisht të vende pune janë shumë larg atyre premtimeve. Si do të justifikoheni, flas ju si PDK, sepse nuk mund të flisni në emër të LDK-s tani, po me që ishin në qeveri. Po tani justifikimi në fushata gjithmonë është aty. Ne kemi pas një program të miratuar në organin drejtues të partisë, të paraqitur nga atëherë kandidati dhe kryeministri Zoti Thaçi, tash president, dhe kemi besuar që si program do ta përmbushim. Kemi hyrë në koalicion detyrimisht dhe disa nga këto premtime kanë rënë për shkak se ministritë të caktuara janë nda bashkë me LDK-n dhe vendimarrja ka munguar, do të thotë sipas raportimeve që kanë bërë ministrat e Partisë Demokratike dhe sipas deklarimeve publike që kanë bërë qoftë disa nga agjencionet publike që kanë qenë aty dhe zëvendësministrat dhe disa nga administratorët e mirë që i ka pas qeveria e Kosovës dhe që ndru sipas për shkak se ministrit i ka marrë dikush tjetër me i drejtu. Tani kur ti e heq pjesën e trunit që e ke vendos me punu për konceptin tënd, normalisht që lindin edhe pak natësit, i keni ndëgjuar edhe publikisht. Dhe ne s'kemi arrit me përfundu projektin si qeveri, e cila realisht nuk mund të thuhet që nuk ka bërë asgjë, nuk ka punu dhe nuk ka bërë përpjekje që ta rregulloj legjislacionin dhe ta përshtat sipas interesave të investitorëve për të investuar në Kosovë. Hapat e kësaj janë ndaluar kryesisht pas përplasjeve që kanë ndodhur në parlament dhe pa mundësisë realisht për të investuar, për të miratuar ligjet dhe mbi gjitha pasqyrën tepër negative do të thoja, dhe tepër të kritikuar në Evropë dhe kudo në vendet e perëndimit, kur e kanë pa parlamentin e Kosovës me gaz lotësielës, me ata policë me maska, me kështu, ishte diçka e pa përshëndan. Po, prandaj po them që nuk mund të fajsohet as koalicioni pse nuk e ka realizuar programin e premtuar dhe pse edhe parlamenti nuk ka arrit që të miratoj legjislacionin i cili ka qenë në projekt të qeverisë ose në projektet e përbashkëta që i kemi bërë, por fajet janë të pozitës dhe të opozitës në këtë rast.
Dhe unë besoj që opozita nuk ka asnjë arsye që ta kritikoj koalicionin pse nuk ka arrit, sepse pengesa kryesore për ta miratuar qoftë një legjislacion dhe për t'i hapë rrugë të investitorëve të huaj ka qenë opozita me sjelljet e saj. Për ato momente kur ka qenë pengesë dhunshme, është i qartë ajo që ka ndodhur, por për rastet ku ju dini se keni udhëhequr shpesh seancat e kuvendit kur quorumi s'është bërë sepse vetë deputetët e koalicionit kanë qenë prezent. Jo, quorumi është bërë sa herë kemi desh ne. Sa herë kanë desh kryetarët unë tash po flas si njëri nga drejtuesit e kuvendit, sa herë kanë desh kryetarët e grupeve parlamentare, domethënë kryetari i grupit parlamentar të PDK-s dhe të LDK-s, deputet kanë qenë, quorumi ka qenë dhe vendimet janë marrë. Nga njëherë për disa çështje dhe në ato do të thoja përpjekjet për ta destabilizuar qeverinë dhe për ta futur në rrugë që erdhi deri tek kjo, atëherë ka ndodhur një herë s'kanë nejt deputet të LDK-s, një herë s'kanë nejt deputet të PDK-s, ka qenë një fasqellje hyrje dalje pa përgjegjësi dhe mbi të gjitha ne nuk kemi marrë masa ndaj deputetëve të cilët nuk kanë qenë në sallë. Unë mendoj që me një s'po them dënim, po me një masë disiplinore ndaj deputetëve përmes ndalesave që mund t'i bëjë në paga dhe në meditje, me siguri që deputet do t'jenë gjithë në kuvend, sepse sa herë u është thënë që do t'u ndërpresim meditjet, ose do t'ju heqim, çuditërisht është mbush salla mbrana gjysmë orës e një orë. Kanë të vogla ato meditje. Po mirë, tash nuk është problemi, po puna është që gjithkund botë, çdo parlament i ka masat e veta disiplinore ndaj deputetëve dhe rregullat e veta, cilat normalisht në disa parlamentet që kanë traditë do të qina vjeqare, nuk ndodhin gjona që kanë ndodhur këtu, ose që mund të ndodhin në ndonjë vend tjetër të Ballkanit, ose ato që ndodhin në Maqedoni, ose mënyra se si po funksionon tash fushata në Shqipëri, rregullat janë të përcaktuar dhe secili lufton sipas rregullave. Po shpresoj që në këtë legjislaturë do të ndryshoj kjo çështje. Edhe pse varet shumë se si do të përfundojnë zgjedhjet. 2010, 2014, 2017, ku PDK-ja si parti e parë në këto zgjedhje, është qeveri, po qeveria kryen mandatin jo të rregullt pra. A është konsumuar PDK-ja në pushtet zotja Liti? PDK-ja nuk është konsumuar sepse PDK-ja ka lëviz proceset. Ndoshta janë konsumu figurat, njerëz janë mësuar se edhe pse mentaliteti ynë është sikur ai që edhe sot kur e takojshin dikën thoshin çfarë po thot Kushneri ka qenë administratori i dytë duket në Kosovë. Kushneri ka pas shku dhe kanë ardhur administratorë tjerë, po janë konsuar me Kushnerin më gjatë. Edhe tash këtu janë mësuar, njerëz dëshirojnë që të kenë figurat e njëjta dhe unë po besoj që edhe kjo fushatë dhe përfundimi i këtyre zgjedhjeve do të jetë pikërisht për leadershipin e partisë ose të partive, për ekipin e parë, më thënë reprezentacionin e shtetit do ta quaja. Edhe ne kemi një kategori deputetësh të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë dhe janë të njohur, ashtu siç janë edhe ministrat tonë të suksesshëm, cilin do të që ta marrish ka lënë gjurmë pozitive. Nuk është folë shumë për korrupsionin dhe nuk ka pas përjashto këto çështjen e atëherë të qeverisë së parë që akoma nuk e di se si do të përfundoj, por akuzat deri tash sipas meje, përderisa s'ka akt akuza dhe s'ka dënime,
kanë qenë të pa baza për korupcion në nivellet në alta në qeveri. Ja, në këto zgjedhje fakt lista mund të ketë njerëz edhe eventualisht nëse kanë ndonjë telash me drejtësinë që mund të jenë pjesë e listës, se ligji e mundson edhe pse ambasadorët bëjnë thirrje që pastrohen listër, pra nëse ka dikush që i përzgjen afera e shpërmendur. Ne kemi pas në gjitha legjislaturat deputet që kanë pas probleme me drejtësinë. Kemi nevojë me i fshes sepse ata dihen, por ligji nuk e ka ndaluar. Ligji ka ndaluar të dënuarit. Sigurisht, është i dënuar se drejtë. Edhe të dënuarit me akt vendim ose me akt gjykim të formës së prerë. Askush që ka marrë akt vendimin ose akt gjykimin e formës së prerë nuk ka qëndruar asnjë ditë brenda Parlamentit të Kosovës. Gjithë kanë bërë ndërheqje, pa përjashtim, edhe nga PDK-ja, nga grupi parlamentari PDK-s, edhe të tjerë. Mirë, kryetari i partisë juaj në fakt de facto ka qenë në takime, në ture, në fushat, një përpjekje ndoshta edhe për të forcuar imazhin e tij, duke ditur atë që veç ndodhe, pra që ra qeveria dhe shkojmë në zgjedhje. Sipas jush, a mund ta penalizoj deri diku e kaluar e tij si në udhëheqës i një organizate Shiku që nuk është më aktive? Tani unë kam një shpjegim, ndoshta personal për këtë. Duhet ta kemi parasysh që Kadriu nuk ka qenë shefi shërbimit informativ ose Shikut, si doni pe quajmë, gjatë luftës, por Kadriu ka qenë nga themelimi i luftës shumë aktiv dhe ka qenë front të gjithë njojnë ma mirë se unë, se çfarë ka bërë, dhe unë se kom njetë me lavdu për faktin se nuk kam asnjë pikë zezë sa e përket çështjes së luftës që ka bërë. Shiku është formuar me vendim të qeverisë së përkohshme të Kosovës dhe ata kanë luajtur një rol, do të thoja, shumë pozitiv sa e përket luftës kundër terrorizmit dhe bashkëpunimit me shërbimet mike që kanë qenë në Kosovë. Dhe fush veprimit ndoshta që edhe kanë pas të përbashkë. Akuzat pastaj që janë ngritur vazhdimisht, për shembull, ka pas akuzat të gjatë kohë në mediume që unë jam shefi i Shikut. Dhe unë jam s'ka met diçka të keqe pa bërë sipas disa mediumeve. Por ma vonë doli që unë as kom qenë kur antar i Shikut, po unë mendoj që çdo vend, veçanërisht vendet e reja që lindin, edhe këto tjera, pse i kanë 20 shërbime, ka 100 shërbime ka shtet që i ka, dhe pse kanë ka shumë agjentur mrena për mrena dhe jashtë shtetit, vetëm për të asiguru informacionin për qeveritë e tyre dhe për të marrë masa për sigurinë e vendit. Edhe ky shërbim, unë sa di dhe sa kam informacion, është formuar pikërisht për këtë, për t'i dalë në balë rreziqeve që mund t'i vinë Kosovës dhe kështu ka funksionuar. E kemi anën tjetër, do të quja tërë të Kosovës të pandriquar, me plot akuza dhe me shumë të panjohura, me plot akuza të parë komentuar. Edhe në kuvend ka pas edhe seancën e fundit kur mbajt. Si? Edhe në kuvend kishte, kujtoj vetëm fjalimin e Anton Çunit për shembull. Plot akuza, po Anton Çuni ai ka fol, po do të kemi kohë me fol edhe me Antonin. Edhe ne me Antonin. Dhe unë s'du sot një përgjigje Antonit. Por akuzat për luftën, kush e ka lshu frontin dhe kush se ka lshu, unë nuk e di, nuk e kom qartë, por nuk e di a ka qenë Antonin Kosovë lufta jo. Dhe ai nuk e din realisht se si ka luftu dhe cilat kanë qenë betejat që i kanë udhëheq njëri apo tjetri komandant. E di që ka qenë në Tropoj, ka qenë Koshare dhe ka pas një rol
ka bindjet e veta politike, ka pas një lumt vetin, okej. Por të akuzosh pa argumente, njerëzit për vrasje, për kidnapime, për ato, thu që ka qenë një strukturë e cila ka bërë me urna, është e gabueshme. Gabime ka në Kosovë, jenë bo, ata që i kanë bërë, unë mendoj që sot ose nesër duhet të përballen me drejtësinë, por shpresoj që edhe organet tona, edhe institucionet e Euleksit që janë këtu, duke përfshi edhe të tjerë që punojnë, do të ndryshojnë rast pas rasti, sepse nuk janë të gjitha të natyrës çfarë janë deklaruar, edhe të shohim se kush dhe pse i ka bërë. Dhe kuptohet drejtësia të veprojë. Pa, unë mendoj që nuk do të duhem falë kërkosh, nuk duhet të hezitohet ndaj askujt që të veprohet me fuqinë e ligjit, për secilin rast veç e veç që mund të ndryqohet. Cila drejtësi sipas jush mund të veprojë nëse marr si shembull takimin që i kishte kryeprokurori i shtetit Lumezi sot me prokurorët, udhëheqës prokurorive, dhe kishte një shpërthim goxha interesant që nga fillimi i mandatit të tij këtë detyrë ka shprehur shumë pakënaqësi se nuk janë duke bërë, nuk ka rezultate në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, në zbardhjen atyre krimeve të rënda e të tjera. Pra jemi në një rreth vicioz, ju bëni thirrje dhoni drejtësia ta bëj punën e vet, duket se drejtësia i ka goxha tani ata e kanë dorë. Unë nuk jam përfaqësues as i prokurorisë, as i ministrisë drejtësisë, as i gjykatave, as i policisë, as i policisë kriminale, por unë po besoj që prokurorët, policia, shërbimet e specializume duhet punojnë pa frikë. Nuk ka nevojë të frikohen askujt. Në qoftë se e bojnë këtë dhe duhet ta dinë që e bojnë për shkak të Kosovës dhe e ndihmojnë Kosovën me dalë prej këtyre situatave të cilat kanë vetmin argument fyrjet dhe akuzat pa argumente. Në qoftë se prokurorët frigohen, është mirë me dhënë dorëheqje. Është mirë me i tregu popullit dhe nuk ka nevojë me marrë pozitën e prokurorit ose të gjykatësit dikush që s'ka guxim ta luftojë krimin. Ashtu, siç nuk duhet që dikush në polici ose në organet e specializume për zbulim të jetë dhe të mos ketë guxim që të kryejë hetimet ndaj X-it ose Y-it, i cili është i dyshim. Nëse ose rezultati është pozitiv, atëherë unë mendoj që duhet të veprojë ligji. Kujdo që ka shkel ligjin. Ka kaluar pak kohë nga publikimi i disa përgjime që kanë qenë të vjetra në fakt, ku protagonisti ishte bashkëveprimtari juaj Adem Grabosi, do e dëmtoj PDK në afera pronto, sipas jush, në këtë fushat, në këtë proces zgjedhor? Shiko, unë më shumë e konsideroj një pakujdesje të Ademit se sa në një afere cila do të implikonte dikën për përgjegjësi penale. Dhe kjo pakujdesje ka ardhur si shkak ndoshta i një farë forme ka sqaruar dhe Ademi, por nëse ka diçka që duhet të jap dikush llogari, unë po besoj që organet kanë hetu dhe e kanë pyetur edhe Ademin, i kanë pyetur edhe të tjerë që janë ato përgjime. Tani unë nuk e di a ka vepër penale në ato përgjime, por propaganda është bërë tepër e madhe, thua që ka ndodhur në farë afere Watergate, ose ku ta di unë çfarë, thua që çka ka ndodhur në Kosovë, dhe kur del në fund, siç thojnë, u mbars mali edhe polli nimi në fund, del në fund që i ka telefonu dikush Ademit, i ka lyp punë, ka lyp me avancu dikon, të gjithëve na telefonojnë njerëz, sepse këtu Kosova është e vogël, në Yemen janë të tjerë. Unë përbes, jam në pozitë edhe vetë, edhe të tjerë janë,
sepse është papunësia madhe dhe njerëzit kërkojnë shpëtim. Dhe ka dalë ajo llafi që në gjitha nivelet, që po e patë dikon në pushtet, ta zgjidh problemin e punësimit, të dërgon dikun, të dërgon në ambasadë. Ka përgjegjësinë për këtë mentalitet krijuar se fati çdo njeriu lidhet me partinë. Ky është gabimi, sepse partitë në Kosovë nuk funksionojnë si parti politike ideologjike dhe të fokusuar në problemet politike, por shumica, mos them të gjitha, shumica janë parti klienteliste, të cilat në një mënyrë ose në tjetër i kanë mësu njerëzit, ose njerëzit janë mësu, veçanërisht në periudhat e fillimit të ndërtimit administratës, me u fut edhe nashta pa kvalifikimet e duhura dhe pas në një cilësi e cila e argumenton, ose e arsyeton pranimin e dikujt në punë, qoftë edhe pa konkurs. Tani nuk ka më vendet punës dhe unë po e shoh se çfarë tensioni janë njerëzit, çfarë presioni kanë edhe politikanët nga ata që kanë kryer universitete, nga studentat, nga njerëzit që kanë kryer 2-3 mastera, doktoratura dhe janë të papunësur në Kosovë. Prandaj po them që qeverisja duhet të zgjidhë këto probleme, duhet të gjejë zgjidhje në bashkëpunim ose duke marrë modele të pranueshme dhe të përshtatshme për Kosovën dhe të pranueshme për investitorët evropianë, për mi zgjedhë këto probleme. Nuk mujmë gjithë me hyrë në administratë. Dhe me qenë se po kthehem prapë atje tek ajo, unë mendoj që nuk ka asnjë çështje e cila do ta akuzonte dikën sa i përket aty në përgjimeve, por propaganda ka qenë tepër e madhe kundër, më thonë ta afera kështu, afera kështu. Mendoj që është mirë që është lënë drejtësisë kjo punë, të merret drejtësia me ato. Slogani PDK-s fillim i ri, nga misioni i ri, po e ruani një vazhdimsi, paktën i ri, po e leni, vetëm po ndryshon ajo fjala e parë. Ne gjithmonë kemi risi dhe kemi treja. Tani kemi edhe kryetarin e ri dhe detyrat krahasum. Do ketë befasi në listën e PDK-s për kandidat? Po me siguri, me qenë se kemi një koalicion të gjerë, me qenë se kemi ardhje të reja, do të ketë në listë kandidat të cilët vinë edhe nga shoqëria civile, do të ketë edhe figurat e njohura nga profesionet e ndryshme, dhe do të ketë kuptohet edhe një numër i caktuar i leadershipit të cilët nuk mund të ndryshohen, të hiqen nga lista. Tani kush do të fitoj, ligji zgjedhor është, uroj që të ketë një fushat mirë. Sigurisht tani gjykata kushtetuese e ka vendosur e ka sqaruar një çështje se kujt i takon posti kryetarit kuvendit, kanë partisë parë, apo koalicionit parë, që deli parë në zgjedhje. Pastaj çështja e kryeministrit, ajo ka mbetur në fakt e pasqaruar. Unë mendoj që ajo kushtetuta dhe në këtë aspekt duhet të jetë më decisive dhe duhet të rregullohet. Nuk do të duhej që të ketë asnjë sekond vakum institucional në Kosovë, të mundshëm, duke përfshi tani edhe këtë çështjen e emocionit. Unë besoj që në qoftë se dikush don të bëjë mocion, atëherë ai grup që mocionistësh që bën mocion duhet të ketë votat e sigurta, të garantuara tek kryetari i parlamentit, që ta procedojnë. Që me njëherë do të jetë kryeministri tjetër i ri si vazhdim i kryeministrit parë, që të mos ketë përmbysje të gjitha pushteteve për njëherë me një iniciativë e cila mund të jetë ndoshta edhe pa qelluar. Dhe kjo është një domosdoshmëri. Dhe e dyta unë mendoj që në demokraci gjithmonë mund me ndryshu koalicionet edhe gjatë legjislaturës. Nuk është të thënë që të llogaritet legjislatura, unë mendoj që nuk do të duhet kështu të jetë. Legjislatura e cila është ose koalicioni i cili është bërë para zgjedhjeve të mirët parasysh dhe jo koalicioni
i cili krijohet pas zgjedhjeve. Unë mendoj që duhet me pas një fleksibilitet dhe një rregull që shumica e deputetëve të zgjedhur mund ta zgjedhin edhe kryetarin e parlamentit, edhe kryeministrin. Por tash kjo praktikë është teknik, ka ndodhur diçka e tillë dhe kushtetuta nuk e thot decidivisht atë, dhe po besoj që do duhet të jetë decisive, të dihet, me qëllim që të mos ketë zbrasti vakum institucional dhe të mos binë institucionet në formën siç e parashef kushtetuta jo. Koalicioni vetëm që s'ka ndodhur deri tani në Kosovë është një koalicion PDK-AK, tani AK Nisma që është në koalicion me AK-n. Sipas jush, një qeveri e tillë pas zgjedhjeve do të ishte e pranueshme që të merrte përgjegjësitë për të vazhduar proceset përpara. Tani, shiko, neve shumë herë thojnë partitë e luftës dhe partitë e paqes. Ato janë fjalë sepse brenda partive tona ka më shumë leadership që s'kan marrë pjesë ndoshta hiç në luftë dhe kanë qenë dikur edhe në partinë në Lidhjen Demokratike ose s'kanë qenë askon. Ka gjenerata e re nuk kanë qenë telmu me ideologji as të ish-lidhjes komuniste, as të partive aktuale, as të luftës. Dhe do të ishte normale që ky konglomerat leadershipi të jetë i bashkuar, pse jo? Pyetjen e fundit e kam me ato që njihen opinion si teori konspirative, të cilat gjithnjë zgjojnë këshrinë e opinionit, është thënë nëpër media, nëpër rrjetet sociale, që kanë ndikim megjithatë të njerëzit i ushqejnë me informacione të ndryshme, shpesh dhe të paverifikuara apo të pakonfirmuara. Është thënë se një ndër arsyet pse PDK-ja në fakt e prishi koalicionin me LDK-n dhe po çon vendin zgjedhje lidhet me gjykatën speciale. Ju e dini gjykatë speciale që në fakt rëndon mbi ish-krerët e UÇK-s, nuk di tani çfarë do ndodh. Presim e shohim. A qëndron kjo sipas jush dhe a është PDK-ja në stresin e kësaj gjykate, zoti Aliti? Së pari unë duhet të jemi sinqert me ju, po ju them sinqerisht që asnjëherë në kuadër të grupit parlamentar dhe në kryesinë e Partisë Demokratike nuk është diskutuar arsyeja pse e kemi prish koalicionin ose që ekziston një stres në leadershipin e Partisë Demokratike sa i përket gjykatës speciale. Ne kemi, janë emrat publik, ata që kanë qenë në raportin e Dikmartit, me siguri që hetuesia e Oleksit edhe e Unmikut më herët, por edhe kjo e gjykatës speciale, prokurorit special me ekipin e vetë, kanë bërë hetimet e veta dhe ajo që është përparësia e leadershipit të Partisë Demokratike në këtë rast dhe koalicionit që ka qenë, ne kemi miratuar gjykatën speciale, ka deputet që nuk e kanë votu, veçanërisht nuk është votu që gjykata speciale të jetë jashtë Kosovë, pse të mos jetë këtu, por është miratuar sipas kërkesave që janë bërë, nga bashkia ndërkombëtare, dhe kjo është ajo që mund të them. Tani, askush nuk mund të thot për diken që ky ka me shku dhe ky s'ka me shku, sepse unë s'kam asnjë argument për asnjë emën, por njerëzit mas mirë e din për veten e tyre. Në qoftë se dikush e din veten të ngarkuar, atëherë normalisht që duhet bëhet gati për të shku. Nëse funksionalizohet, por ajo është në prag të fillimit, sipas informatave. Pas disa muajsh pak sepse ende nuk është gati. Po e kanë shtyr këtu, se që 2 vjet po thonë po fillon muaj i ardhshëm, po fillon shtator, po fillon janar, po fillon maj, po i shtyr. Po unë mendoj që si gjykata është e padrejtë dhe pa justifikueshme, për shkak se unë besoj që për
çfarë do krimesh gjykatat e Kosovës dhe prokuroritë e Kosovës duhet të ishin në nivel të detyrës për këtë çështje. Dhe në qoftë se merret parasysh lufta, atëherë nuk e di se si mund të dënohen njerëzit që vërtet kanë qenë të masakruar ose përfaqësuesit e qytetarëve që janë masakruar nga regjimi i Serb. Nëse në këtë rast nuk ka, sikur do të ishte një gjykat për të dyja palët, ndoshta do ta arsyetoja pak më lehtë, por këtu janë pak natësitë e njerëzve, më shumë, dhe nuk janë tek friga, sepse në fund fundit secili që ka dalë me luftu, ose secili që ka pas një rol të madh në luftën për shlirimin e Kosovës, ka dalë dhe ka luftu dhe se ka besu që mund të flejnë darkë, sepse mund të vritë në çdo kohë, në çdo sekondë, në çdo minutë, kudo që kanë qenë front, ose kudo që kanë qenë të duke pushuar në fundit ka ndodhur shumë herë me i sulmu. Kjo është një problem me të cilin, ose i cili po luftohet dhe po bëhet propagandë e madhe. Gjithsesi do jetë një veteran për Kosovën apo? Do jetë një veteran për Kosovën. Do të jetë sepse shiko, është një lajm jo i mirë. Nuk do të jetë rënd, ju e pa tash reagimin që u bë për Ramushin. Për një ndalesë që ishte bërë me kërkesë të Serbisë, ishte një reagim shumë pozitiv i qytetarëve të Kosovës në rend të parë, pa dallim, i partive politike pa dallim, institucioneve të Kosovës pa dallim. Pra, qytetarët janë vetëdijsuar shumë, por propaganda është bërë e madhe që këtu janë bërë krime shumë të mëdha. Nëse janë bërë, atëherë hajde të japim llogari dhe llogaritë të japim këtu. Mos shkojmë edhe shpenzimet janë shumë më të mëdha atje, edhe mundësia për të gjyku, edhe me gjykata ndërkombëtare janë edhe këtu. Kështu mendoj. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për jush. Ishte Xhavit Haliti, nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, pra ka dhe pak kohë në bërjen e koalicioneve, s'ka donë në afati, koalicioni më i ri që është bërë mes LDK-s dhe AKR-s, pra Partisë Behçet Pacolle, që ndronë me tutje me programin e televizionit publik të Kosovës, bashkë takohemi të martën e ardhshme.